Shpërthimet që shkakton kompania naftonxjerrëse Bunkers Petroleum vazhdojnë të shkaktojnë dëme dhe ndotje masive të ajrit në disa fshatra të komunës së Zharrës në rrethin e Fierit. Banorët e fshatit Sheqisht vazhdojnë të ngrenë problemin e tyre se shpërthimet e kompanisë Savine shtohen ditën natë duke shkaktuar çarje të banesave të tyre, si dhe duke ndotur ambientin nga tymbrat që çlirohen. Banorët thonë se shqetësimi i tyre është depozituar disa herë në komunë, por askush nuk merr masa, ndërsa tregojnë se kanë frikë të ngrihen në protest pasi policia sipas tyre në vend që të dënojë firmën private burgos banorët e fshatit. Dytë natës, tani ja ka valuar dhe ditën ata, s'po pyesi me se natë se ditë. Po bën goxha ka një vit e ca më shumë, ka gati 2 vjet që vazhdojnë ata me këto shpërthime. Ku di angojmë ne? Ja dhe këtu kemi dalë, kemi zerë rrugën, kanë ardhur policët, ka rrahur 2-3 çuna me hut edhe u lam, tjerë i trenën. Çfarë bën? Ja sa herë jam mirë me lagështi, këtu s'mbushet dot me frymë. Mbytesh nga ajri. Kemi vajtë të kryetari komunës, jemi ankor, kemi bërë denoncimet tona atje, nuk e ka vënë ujë në zjarr fare. Protesta kemi bërë, po policia dënon fshatin, popullin që ngrihet miting, nuk dënon, nuk vetë të kapin ata. Janë çfarë shtëpi janë bërë tërë copë. Janë ankor, të tërë janë ankor dhe asnjë. Nuk po çan kokë asnjëri. Edhe gazi po erërat e gazit na shqetësojnë shumë. Tu në fshatin ton ka plot shtëpi që janë të shembura. Kjo ndot nuk janë tërmete, po ndot vetëm nga puset nga firma kanadeze, që kërkojnë për shpor naftë. Pak ditë më parë, banorët u ngritën në protestë kundër aktivitetit të kompanisë naftënxjerrëse Bunkers Petroleum, por deri tani asgjë nuk është bërë për këta banorë. Kjo situatë vazhdon prej më shumë se një viti, ndërsa banorët kanë paralajmëruar se do të bllokojnë rrugën nacionale Fier Berat.